Mirlin Daku është prezantuar sot në radhët e skuadrës së Spartak Moskës si sulmuesi më i ri pretendentëve për titullin kampion në Rusi dhe ka zbuluar se është transferuar në këtë klub pikërisht me ambicien për të fituar trofe. Në intervistën e tij të parë për mediat e klubit, Daku ka treguar detajet të transferimit e jo vetëm, duke folur dhe për jetën personale dhe duke pasur në fund një lutje për tifozët e klubit të ri. Mirë se vini te Spartaku, çfarë do të thotë ky transferim për ju? Faleminderit për pritjen e ngrohtë nga të gjithë në klub. Ky është një hap i madh në karrierën time. Sezoni im i 4 në Rusi ka filluar dhe njoh shumë mirë Spartakun. Është një hap i madh. Si shkuan negociatat? Vendimi ishte i lehtë. Në ndeshjen time të parë kundër Spartakut me Rubinin u impresionova thellësisht nga sa shumë më mbështesnin tifozët e ekipit dhe menjëherë kuptova madhështinë e këtij klubi, kështu që vendimi u mor shpejt. Çfarë ju than Francis Caigao dhe Juan Carlos Caicedo? Ata treguan interes për mua. Kjo është e mjaftueshme që unë të pranoja të luaja për një klub kaq të madh. I thashë të gjithëve pranë meje për fshirë menaxherin tim se do ta ndroja Rubinin vetëm për Spartakun, edhe pse kisha oferta të tjera, por zgjodha Spartakun, klubin më të madh në Rusi. I dhat një lajm të mirë shumë prekse Rubinit. Çfarë ndjenjash do të keni kur të ktheheni në Kazan? Sigurisht, çdo ndeshje kundër Rubinit do të jetë e veçantë për mua. Kam kujtime të bukura. Ata më respektuan, më donin dhe më mbështetën shumë. Dhe tani çdo ndeshje e re do të jetë speciale. Çfarë kujtoni nga ndeshjet kundër Spartakut? Ndeshjen në të cilën shënova 2 gola. Të shënosh kundër ekipeve të mëdha është gjithmonë shumë emocionuese, një ndjesi e fuqishme. Dhe gjithashtu e mbaj mend shumë mirë ndeshjen time të parë në këtë stadium. Kishte shumë tifozë në tribuna, ishte një atmosferë mrekullueshme. Edhe në Kazan duke sigur Spartaku po luante në shtëpi. U habita herën e parë, nuk mendoja se do të ishte kaq e dukshme, por kur e pash për herë të parë i pyeta djem të rus të Rubini, çfarë dreqin është kjo? Nuk kisha parë kurrë diçka të tillë në karrierën time. Spartaku ishte larg, por ndjesha sikur po luanim në Moskë. Siç thash, momente të tilla menjëherë të tregojnë se ky është një klub vërtet i madh. Rashid Rahimov, i cili të ftoi të Rubini, u bë 2 herë kampion rus me Spartakun. Kam një marrëdhënie të shkëlqyer me Rashidin dhe kur ishim të Rubini ai më tregonte shpesh histori për Spartakun. Ai më shpjegoi se si është të luash për ekipe kaq të mëdha. Para ndeshjes së parë kundër Spartakut ai u tha të gjithë lojtarëve të huaj, vetëm tani do ta shihni sa shumë e duan njerëzit futbollin në Rusi dhe sa shumë janë të çmendur tifozët e Spartakut pas ekipit të tyre. Te Rubini luajte me Oleg Ivanov dhe Aleksandr Zotov, ish lojtar të Spartakut. Po, folëm shpesh për këtë. Zotovit i pëlqente veçanërisht të kujtonte kohën e tij te Spartaku. Ai përsëriste shumë mirë. Nëse do të ndrosh ndonjëherë klub në Rusi, shko vetëm te Spartaku, sepse aty do të mësosh se çfarë është puna në grup. Ai më dërgoi një mesazh dje dhe unë thash se po vija këtu për vizitat miqësore dhe për të na shkruar një kontratë. Motoja juaj është pa rrezik, pa histori. Ai ishte dhe bashkimi me Spartakun një rrezik. Është një rrezik të fitosh trofe këtu, nëse nuk ndërmerr rreziqe nuk do të ketë një histori të bukur. Erdha këtu për të fituar titull dhe për të bërë njerëzit e lumtur. Ke shënuar shumë gola për shumë sezone radhazi, por ende nuk ka trofe në karrierën tënde. Po, prandaj është e rëndësishme për mua që Spartaku e ka nisur mirë kampionatin dhe ka deklaruar qartë qëllimin e tij për të bërë kampion. Jam gati për të luftë. Shpresoj se mund të ndihmoj në arritjen e këtij qëllimi. Spartaku nuk e qenë kampion për 10 vjet apo jo. Dua vërtet të arrij këtë objektiv të madh. Sa gola të shiron të shënosh këtë sezon? Tashmë ke 2. Po, kam shënuar tashmë 2 herë, por kur nuk jap numra specifik në intervista. Dua vetëm të shkëlqej dhe në fund të fitoj kampionatin dhe kupën. Klubi dhe tifozët e tij meritojnë trofe. Jam gati të jap gjithçka që jam i aftë për ta bërë këtë. A diskutuat me Caicedo se si do të ndryshojë roli juaj në fushë me kalimin tuaj te Spartaku? Sigurisht folëm dhe për këtë. Do të jetë një ndryshim i madh krahasuar me Rubinin. Në Kazan ne mbrojeshim shumë. Tani do të jemi një ekip që mund të sulmoj për 80 minuta nga 90 dhe kjo është një plus për mua personalisht. Si sulmues do të kem më shumë shanse për të shënuar. Me një formacion kaq të fortë unë pres shumë suksese. A keni luajtur ndonjëherë në ekipe me një filozofi të tillë sulmuese? Sinqerisht jo, nuk kam pasur kur përvojë me atë lloj filozofie dhe me atë lloj lojtarësh në vijën sulmuese. A do të jetë lehtë për ju të përshtateni? Po, mendoj se po. Siç thash, duhet të kem më shumë raste, dhe është shumë më rehat kur je shpesh afër portës së kundërshtarit. Ky është një avantazh i madh për mua. Cilat i konsideroni cilësitë tuaja më të forta? Më pëlqen të luaj për ekipin dhe të shënoj sigurisht. Kjo është aftësia ime kryesore.
nëse nuk do të shënoja Spartaku, nuk do të më kishte vlerë. Jam gjithashtu i mirë në lirimin e hapësirës për shokët e mi të ekipit. Spartaku ka shumë lojtarë të talentuar që duhet të përfitojnë nga kjo. Ja ku është përmbledhja ime, shënoj, krijoj hapësira, asistoj dhe ndihmoj në mbrojtje kur është e nevojshme. Këtë javë kemi një ndeshje në shtëpi kundër Krasnodarit dhe pothuajse minja pas kësaj kundër Zenitit. Shënova kundër Krasnodarit në raundin e parë të këtij sezoni. Ata ishin i vetmi klub kundër të cilit nuk isha shënuar në Rusi. Tani të gjithë e dinë se si ndjehen kur shënoj, shpresoj të kem një fillim të mirë të Spartaku, e dua vërtet këtë, dua të ndihmoj ekipin të fitojë. Është koha të fillosh ti mërzitesh të gjithë për herë të dytë. Pikërisht, shpresoj të shmangim lëndimin dhe të arrijmë sukses të madh. Është e rëndësishme për mua të kem një fillim të mirë këtu. Se zgjodhet numri 19. Ishte numrimi i parë në futbollin e të rriturve, numri 9 në atë ekip u mor. Doja një 9, kështu që mora 19. Dhe doli të ishte numri me fat, u gëzova shumë kur zbulova se ishte në dispozicion të Spartaku. Në fushë gjithmonë lufton si luftëtar, si je në jetën e përditshme. Jashtë fushës jam miqësor, përpiqem të jem personi më i mirë që mundem për të ndihmuar të tjerët, jam një bashkëshort i mirë dhe një baba i mirë. Kohë të fundit u shtova me një vajzë, në përgjithësi jam një djalë miqësor dhe i qetë. Ishe tifoz i Manchester United si fëmijë, a e mbështetën tek këtë ekip? Po, dhe tani luaj edhe me fanellë të kuqe, shkëlqyeshëm. Kush ishte idolli yt? Kur fillova të shikoja futboll për herë të parë, më pëlqente shumë Francesco Totti. Më vonë Ibrahimovic u bë lojtari im i preferuar. Kishte shumë sulmues të fortë, për Zlatan më binte në sy, si në lojën e tij ashtu dhe në imazhin e tij. Kush është sulmuesi më i mirë në futbollin e sotëm? Më i miri? Nëse do të më thuaj të zgjidhja duke e marrë parasysh të gjithë parametrat, atëherë për mua numri 1 është Harry Kane. Si e kaloni kohën tuaj të lirë? Më pëlqente të luaja Counter-Strike, por te Rubini fillova të luaja Call of Duty me disa djemë të tjerë, dhe ndërsa vajza ime nuk është në Moskë, unë do të vazhdoj të luaj, por kur ajo të jetë këtu do të duhet të ndaloj karrierën time si gamer. Gruaja juaj Vesa është një personazh i famshëm në vendin e saj të lindjes, ajo ka shumë më tepër ndjekës në rrjetet sociale se sa ju. Po, ajo është e famshme. A nuk ju shqetëson kjo? Jo, sepse në jetën reale mua më njohin më shpesh. Moska është e tukshme më e madhe se Kazani, çfarë prisni nga të jetuarit në kryeqytet. Kur flas me njerëz miq që nuk kanë qenë kurrë në Moskë, them se nuk kam parë kurrë diçka të tillë. Është një qytet i mrekullueshëm. Çfarë do të thoshi tifozëve të Spartakut? Do të doja t'ju kërkoja të mos më gjykoni nga mënyra se si isha te Rubini, e kuptoj që mund të duhesha shumë arrogant dhe agresiv. Më besoni që nga minuta e parë të Spartaku do të jap gjithçka që kam për t'ju bërë të lumtur, për të festuar fitoret me ekipin dhe për të mos u shqetësuar për asgjë tjetër.